Në Michigan, 39 vjeçari dyshohet se vrau 5 persona në 2 banesa, autori gjendet i vdekur pas kërkimeve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur 4 ditur Michiganin Verior, ku 5 persona janë vrarë me armë zjarri në 2 banesa, ndërsa autori i dyshuar u gjet i vdekur pas një kërkimi të gjerë nga policia. Ngjarja nisi rreth orës 11:40 të mëngjesit, ku policia u njoftua për të shtëna në një banesë në qarkun Missaukee. Në vend ngjarje efektivët gjetën 3 persona të vdekur dhe një tjetër plagosur rënd, i cili ndodhet në spital në gjendje kritike. I dyshuari 39 vjeçari Chad Hickman u largua nga vendi i ngjarjes para mbritjes policisë duke shkaktuar një operacion të kërkimi. Gjatë hetimeve, autoritetet zbuluan edhe një viktim tjetër të pajetë në një banesë të dytë. Më vonë, automjeti Hickman u gjet pranë një zone të pyllëzuar pranë liçenit Whitlock. Në atë zonë, policia gjeti 39 vjeçarin dhe një person tjetër të vdekur. Autoritetet nuk kanë bërë ende të ditur identitetet e viktimave dhe motivin, ndërsa familjarët po njoftohen.